Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ish uzina autotraktorëve në Tiranë do të vihet në funksion të industrisë ushtarake për prodhimin e uniformave dhe njësive ushtarake. Kryeministri Edi Rama, teksa mori pjesë në prezantimin e projektit, tha se bëhet fjalë për një zhvillim pozitiv për forcat armatosura, ekonominë tonë kombëtare dhe komunitetin e zonës. Përmes krijimit të këtyre hallkave të reja të një zinxhiri prodhues të krijohen vende të reja pune të mirë paguara për teknik dhe për ekspert të nivelit lartë dhe sigurisht patjetër edhe që përmes këtij procesi të stimulojmë edhe teknologjinë e inovacionit. Kryeministri deklaroi se në kuadrin e rilindjes së industrisë ushtarake në Shqipëri ka një sër projektesh për rjetëzimin e infrastrukturës së vjetër të mbetur jashtë funksionit. Ishte detyrimi ynë që t'ju sqaronim nga afër, që të mos zhvillohet më tej gjithë ajo teori konspiracioni që këtu do krijohet një vatër rreziku për jetën e njerëzve, një çmenduri e vërtetë. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengo tha se gjatë kësaj dekade ka pasur një 10 fishim të investimeve në këtë sektor. I pranishëm në takimin organizuar tek ish uzina autotraktorëve në Tiranë, Piro Vengo tha se rritja e buxheteve të mbrojtjes ka siguruar rritjen e trajtimit financiar të ushtarakëve, përfshirë të gjithë komponentët inxhinierik, teknik dhe mekanik që janë jetësor sa i përket ambicjes për të rijetëzuar industrinë ushtarake. Do kemi prodhim të mjeteve të blinduara, pra një sipërmarrje automekanike, mjeteve të emergjencave civile dhe mjeteve ambulatore për sa i përket emergjencave mjekësore. Sikundër në godinën nga pasjush do të sigurojmë gjithashtu prodhimin e mjeteve pajisje personale, uniformave kaq të nevojshme në fakt për të gjithë tipologjinë e forcave, qofshin këto të armatosura apo me objekt ligjzbatues. Të gjitha bizneset që kanë pranuar të deklarojnë shfrytëzimin e tyre, 65% të totalit të kapaciteteve akomoduese për pushuesit të caktuar nga qeveria, nga sot deri më 30 qershor nuk do të kenë kontrolle tatimore. Në total janë rreth 1000 hotele që kanë pranuar këtë deklarim. Referenca e shfrytëzimit nga qeveria për hotelet, resorte dhe strukturat akomoduese erdhi si një masë për të frenuar fenomenin e mosdeklarimit real të numrit të pushuesve dhe të dhomave të shfrytëzuara. Për fazën e 2 sezonale, nga tetori deri në prill, norma e shfrytëzimit për strukturat është rreth 30% e totalit. Nga një maj pa kontrolle në kufirin Kosovë-Shqipëri, të dhënat e fundit nga dogana e Morinës tregojnë se deri në mesditën e së shtunës, në territorin e Shqipërisë hyn rreth 4300 shtetas dhe rreth 2000 mjete, ndërsa në Dali u regjistruan 3800 shtetas dhe rreth 2000 mjete. Për të përballuar fluksin, autoritetet po punojnë me të gjitha sportelet dhe për të shmangur pritjet e gjata gjatë kontrollit në dogan. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Drejtësisë i Shqipërisë, Ulsi Manja, premtoi plotësim të vakancave në sistemin e drejtësisë deri në fund të vitit 2026. I ftuar në një studio televizive, Manja u shpreh se nga procesi vetingut u larguan 53.7% e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Sot nga një problem sistemi me vakancat e krijuara, por kemi shkollën e magjistraturës. Nëse para reformës në drejtësi kishim 408 gjyqtarë, duhet të shkojmë te kjo shifër. Aktualisht 246 gjyqtarë sot janë në sistem dhe 106 shkolla në magjistraturë. Me strategjinë që kemi për plotësimin e vakancave në fund të vitit 2026, do të plotësohen të gjitha vendet bosh në sistemin e drejtësisë, u shpreh Ulsi Manja. Po ashtu, ministri theksoi se për të rritur eficiencën e sistemit, masat ligjore do t'i paraqiten shumë shpejt parlamentit. Numri i lartë i masave të sigurimit në burg vijon të mbetet një shqetësim për prokurorin e përgjithshëm. Para Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Olsian Çela tha se mungon reflektimi nga prokurorit pranë gjykatave të shkallës së parë për të zbatuar masa alternative. Shkritu si shqetësim nga ana ime çështja e caktimit të masave të sigurimit, llojit të tyre. Ka një aplikim të ulët të masave të sigurimit përveç asaj të arrestit në burg. Dhe është kërkuar prokurorive si në analiza vjetë që të ketë një aplikim më të kujdesshëm të tyre, më të balancuar. Për këtë qëllim nxorëm dhe një udhëzim të përgjithshëm në muajin korrik, ku kërkohet sërish prokurorive që në mënyrën se si vlerësojnë caktimin e masave të sigurimit, kërkesa për caktim masave të sigurimit, të tregohet një kujdes i shtuar dhe të jetë fokusi në aplikimin e masave alternative ndaj asaj të arrestit në burg.
Mo do të them që nga prokurorit e shkallëve të para nuk e kam gjetur këtë reflektim. Pra, sërish niveli i caktimit masës së sigurimit të arrestit të Burgut është në gjitha nivelin në mos më larë se ai i vitit më parë. Kështu që vlerësoj që rëmëtaria e prokurorit. Ishte Olsian Çela. Politik. Diaspora shqiptare vion votimit për zgjedhjet e 11 majit. Deri më sot 45.34% e emigrantëve e kanë kthyer në Shqipëri për numërim votën e tyre. Më 14 prill nisi dhe dërgimi i zarfeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. 116.000 emigrant nga 218.000 që i kanë marrë zarfet, i kanë kthyer ato, ndërsa rreth 25.000 persona ende nuk i kanë pranuar zarfet e dërguara. Tashmë kanë mbetur vetëm disa ditë që deri më 11 maj në orën 19, rreth 55% e fletëve të mbetura të mbërrinë në Shqipëri dhe të numërohen për rezultatin përfundimtar në secilin qark. Italia kryeson me 20.6% të votave, pasuar nga Gjermania me 6.5% dhe Greqia me 5.6%, e cila po rrit ndjeshëm ritmin e kthimeve, ndonse me ngadalësi. Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatović, nuk dekreton ligjin që parashes se plazhi i Madh i Ulqinit të jepet me qira për 99 vjet një biznesmeni arab për ndërtimin e objekteve turistike dhe të banimit. Milatović e ka nënshkruar ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim ekonomik mes Malit të Zi dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, por jo atë që ka të bëjë me turizmin dhe pasuritë e paluajtshme. Në njoftimin e presidencës së Malit të Zi, ky vendim është marrë për shkak të shumë çështjeve të hapura lidhur me përmbajtjen e marrëveshjes. Këto ligje ishin miratuar më 23 prill në Kuvendin e Malit të Zi. Ato marrëveshje ishin kundërshtuar nga deputetët shqiptar, ndërsa konfirmuesi investitori Muhamet Alabar do të ridrejtonte interesin e tij në Malin e Zi. Komunat në Mal të Zi reaguan shpejt duke shprehur gatishmërinë e tyre për të tërhequr investime përmes projekteve specifike që do të sillnin zhvillim, vende të reja pune dhe do të stimulonin rritjen ekonomike. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.